moj me qitë këtë pajisjen me pa që jam, unë jam shumë e fort, unë moj me ecë. Edhe qëllimi jam për me marrë vajzat mal, është kanë lidhja me natyrën. Tani ma i shëndeshme, rreth trupit njeriut ose të fëmijës, kështu, është mirë me ecë në përmale. Ondra jeme është kur të rritna me qenë alpiniste edhe me ngjitë moj ma të lartën që është Everest. Po kemi lujt, kemi dal jashtë, jemi arktu, kemi bërtit, kemi vrapu, pa mbikëqyrje në najkuj. Thjesht e kemi jetu fëminin. Unë qëta po du me bartë edhe të fëmijët e mi. Unë për vete nuk e kam bobin veç babë, po e kam edhe shok. Kom pas qef gitare, po mami unë kam frimzu dhe tani ja kom fillu me piano. Qka kishë ndryshu në Kosovë? Dimu vendin te, me shkan, me pruse në për spitale, makineri që ende nuk i ka Kosova. Sigurisht që me diçka të ëmbël është mirë me fillu, do me thonë priqen e agjerimit që e kena bo tër ditën. Pas praso mi pi pas iftarit? Mund është me pi deri në ora 9, pi një 2 ma shumë, dhe s'kisha thonë ma shumë. Ma din që tash edhe në varët prej personit. Mirë është me qenë fillim një supë, mu buri kthimi mineraleve në trup, edhe ma ndi pak pushim 2-3 minuta me bubisi familjare pse jo, fritojnë me dalë, veç shtrinë edhe pushojnë. Ajo është një pregabim më të mëdha që zakonisht e bojnë. Omël, të dielën në ora 10:45.